unë vrapoja dhe nuk pyesja, derisa një ditë trupi ndaloi. Më kujtohet si tani, nuk isha kohë të haja. Unë me tim shoq ishim të dy në të njëjtin vend pune, ishim vënë në funksion të njëri tjetrit. Isha haruar derisa një moment më ratifikët. Dhe nga aty më fillon një kalvar i çuditshëm, gjërash që lëviznin zinxhir. Për shembull, një herë ndjeja një marrje mend fuqishme. Filloja kontrollohesha për kokën. Pastaj më fillonte një dhimbje koke sikur më diqte skalpi. Filloja e zhete kokës. Pastaj fillonte zemra me ca palpitacione, fillon ekot e zemrës, nuk dilte gjë. Fillonte më pas nisin pirje e gishtave, nisja nga e para, analiza të gjakut, analizat dilnin shumë mirë. Unë ndjeja që trupi im sikur ishte çmontuar. Derisa një ditë e bukur, një mjek që unë e desha shumë, them e desha sepse nuk jeton më, Drini Dobi, Drini tha, Sonila si je? Para një herë quhet burnout. Pra të janë djegur gjithë kandelat e makinës. Duhet të ndalosh. Drini më futi në këtë rrugën, të mësoja frymëmarrjen, të ndaloja, të hiqja dorë nga ca gjë, të prioritizoja.